Supremja i lë në paraburgim 20 të dyshuarit për krim të organizuar e trafikim të narkotikëve. Fillon rënimi objekteve në pronën e shtetit. Policia arreston Qendrim Kryeziun që kundërshtoi rënimin e pompës së derivateve. KQZ-ja akrediton 761 vëzhgues për zgjedhjet e 7 qershorit. Partitë politike vazhdojnë takimet me qytetarët. BE dhe NATO dënojnë shkeljen e hapësirës ajrore rumune nga Rusia, reagon edhe krye diplomatiko Njufca. Mirëmbrëma, Gjykata Supreme i lë në paraburgim 20 të dyshuarit për krim të organizuar, trafikim narkotikësh e shpërlarje parash. Duke refuzuar si të pabazë kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë paraqitur kundër vendimeve të themelores dhe apelit, Gjykata Supreme vlerëson se ekziston bazë ligjore për vazhdimin e paraburgimit, duke marrë parasysh provat dhe informacionet e siguruara gjatë hetimeve. Po ashtu vlerësohet se ekziston rreziku i ikjes. Gjykata Supreme ka lënë në fuqi vendimet për vazhdimin e paraburgimit ndaj 20 të pandehurve, duke refuzuar si të pabazuara kërkesat për mbrojtje të ligjshmërisë në rastin që lidhet me një grup të dyshuar për krim të organizuar. Ata dyshohen për veprat penale, pjesëmarrje ose organizim i grupit kriminal të organizuar, blerje, posedim, shpërndarje dhe shitje pa autorizuar e narkotikëve dhe shpërlarje parave. Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, ekziston bazë ligjore për vazhdimin e paraburgimit, duke marrë parasysh provat dhe informacionet e siguruara gjatë hetimeve, përfshirë komunikimet e siguruara përmes bashkëpunimit juridik ndërkombëtar, transkriptet e komunikimeve, lëvizjet dhe kontaktet ndërmjet të pandehurve dhe personave të tjerë të përfshirë në hetim. Sipas dyshimeve të pandehurit kanë vepruar si grup kriminal i organizuar në trafikimin e lëndëve narkotike. Gjykata po ashtu vlerëson se ekziston rreziku i ikjes, duke pasur parasysh peshën e veprave penale dhe faktin se një pjesë të pandehurve dyshohet se kanë përdorur identitete të rreme apo kanë ndrruar identitet për t'ju shmangur identifikimit dhe arrestimit të mundshëm në shtete të tjera. Në mesin e të paraburgosurve ka dhe persona me të kaluar kriminale, përfshirë në vepra brenda dhe jashtë vendit. Vazhdojmë edicionin me zhvillimet e tjera të ditës. Ministria e Bujqësisë pritet të bëhet me objekt të ri dhe për këtë ka nisur procesi i rënimeve të objekteve të ndërtuara në pronën që i takon ministrisë. Ministri në detyrë i Bujqësisë, Armend Muja, nënvizoi se për rënimin e objekteve të ndërtuara në pronë të shtetit nuk do të ketë kompromis. Për rënimin e objekteve të ndërtuara në pronë të shtetit nuk do të ketë kompromis. Kështu tha ministri në detyrë i Bujqësisë Armend Muja, i pranishëm në aktivitetin për fillimin e punimeve në kuadër të projektit rënimi i objekteve ku do të ndërtohet objekti këtij dikasteri. Pas rënimit të objekteve të ndërtuara në pronën që i takon ministrisë, në këtë hapësirë pritet të zhvillohet një projekt i ri institucional dhe urban. Do të gjelbrohet këtu fillimisht edhe do i shërbej studentëve, stafit ministrisë, stafit kërkimor, sepse këto toka kanë qenë të gjitha të Institutit Bujqësor të Kosovës, do të shfrytëzohen si vende ku potencialisht në hyrje të Prishtinës pranë aeroportit do i tregojmë edhe botës që edhe ne mund të bëjmë projektet inovacionit në bujqësi, projekte bashkëkohore sa i përket digitalizimit në bujqësi. Kjo hapësirë prej 1.2 hektarësh pritet të pastrohet për një periudhë të shkurtër, ndërkohë që ministri në detyrë Armend Muja nënvizoi se vendimi përfundimtar i gjykatës është në favor të Ministrisë së Bujqësisë. Disa objekte që do të rënohen për një periudhë të shkurtër dhe ato do të gjelbrohen. Do t'i rikthehen Ministrisë së Bujqësisë, jo vetëm ky objekt, por është edhe mbrapa nëse shkoni, bukur një hapësirë shumë e madhe. Pas kësaj, ministri Muja tha se do të ofrohen edhe mundësi hulumtimi, platforma të digitalizimit dhe objektiva të tjera që janë në planet e ministrisë. Gjatë aksionit, policia ka arrestuar kandidatin për deputet të Partisë Demokratike e Qendrim Kryeziu në vendin ku bë rënimi i pompës së derivateve, e cila ndodhet në zonën industriale në Prishtinë përballë objektit të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë.
Bëhet fjalë për pompën e derivateve Patroni SHPK, e cila ishte mbyllur 2 vite më parë me vendim të Ministrisë së Bujqësisë, ndërsa sot është rënuar. Kryeziu kishte kundërshtuar prishjen e objektit në hapësirën ku parashihet të ndërtohet objekti i ri i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, ndërsa sot ai u paraqit aty gjatë aksionit të rënimit. Pavarësisht kërkesës për largim, kryeziu kundërshtoi dhe u shoqërua për në stacion, thuhet në njoftimin e policisë. Vazhdojmë edicionin me të tjera lajme. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka akredituar 761 vëzhgues për monitorimin e zgjedhjeve të qershorit, ndërkohë që ka refuzuar akreditimin e 2 organizatave për shkak të mos plotësimit të kritereve ligjore. Vëzhguesit e akredituar përfaqësojnë organizata jo qeveritare, institucione vendore, organizata ndërkombëtare, media dhe përfaqësi diplomatike. Afati për aplikim për akreditimin e vëzhguesve përfundon nesër. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vazhduar përgatitjet për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës duke akredituar 761 vëzhgues dhe duke emëruar rreth 14.000 anëtar të trupave zgjedhore, që do të angazhohen në procesin zgjedhor brenda dhe jashtë vendit. Aktivitetet e zyrës, kemi miratimin e rekomandimit të zyrës për grupin e parë të organizatave vëzhguese, kemi rekomandimin për pezullimin e një partije politike, Këshilli për operacionet zgjedhore me 5 pika për miratim, kemi emërimin e këshillave të vendvotimeve të rregullta dhe me kusht, emërimin e anëtarëve të këshillave të vendvotimeve në përfaqësi diplomatike, autorizimin e zyrtarëve për tërheqjen e dërgesave postare në kutit postare jashtë vendit. Sipas vendimeve të marra në mbledhjen e KQZ-s, mbi 12.600 anëtar do të angazhohen në vendvotime të rregullta, ndërsa 192 të tjerë në vendvotimet me kusht. Po ashtu, rreth 200 anëtar do të angazhohen në 47 vendvotime, që do të hapen në përfaqësi diplomatike të Kosovës në 18 shtete të ndryshme. Rekomandimi për pagesën e objekteve private që përdoren si qendra votimit në zgjedhjet e parakohshme dhe lista e menaxherëve të qendrave të vendvotimit, rezervave për KVV dhe zyrtarëve për arsistemin në qendrat votimit në përfaqësi diplomatike. KQZ bëri të ditur se vëzhguesit e akredituar përfaqësojnë organizata jo qeveritare, institucione vendore, organizata ndërkombëtare, media dhe përfaqësi diplomatike. Ndërkohë, 2 organizatave i është refuzuar akreditimi, pasi sipas KQZ-s nuk kanë përmbushur kriteret ligjore që lidhen me aktivitetet në proceset zgjedhore dhe mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Një organizate serbe i është refuzuar akreditimi edhe për shkak të përdorimit të terminologjisë Kosova dhe Metohi në dokumentacionin e saj. Afati për aplikim për akreditimin e vëzhguesve përfundon me 30 maj, ndërkohë votimi në përfaqësi diplomatike do të mbahet me 6 qershor dhe në Kosovë me 7 qershor. Ndërkohë, partitë politike po vazhdojnë fushatën zgjedhore për zgjedhjet e 7 qershorit. Në komunat të ndryshme të vendit, ata mbrëm, por edhe gjatë ditës së sotme, mbajtën tubime zgjedhore duke shpalosur programet e tyre dhe duke kërkuar besimin e votuesve për strukturën e ardhshme të Kuvendit të Kosovës. Ndjekim të përmbledhura aktivitetet e tyre. Partia Demokratike e Kosovës e ka mbajtur tubimin elektoral në Gjakov në kuadër të fushatës për zgjedhjet e 7 qershorit, ku kandidati për kryeministër nga kjo parti, Bedri Hamza, prezantoi programin qeverisës të PDK-s dhe premtoi masa konkrete për ekonominë, paga dhe mirëqenie sociale. Do ta krijojmë fondin prej papunësisë, që t'i mbron punësurit në rast falimentimit në ndërmarrje dhe 6 muaj. Paga do të jetë 80% e pagës të fundit. Po Partia Demokratike e Kosovës ka me rrit paga 50% për gjithë punësurit në sektorin publik. Dhe këtë, në fillim të mandatit, dhe jo njëherë, na nuk jemi kundër që t'ju ndihmohet qytetarëve të Republikës Kosovës. Çdo përkrahje ndaj tyre është një ndihmë. Po qytetarët e Republikës Kosovës kanë nevojë për ndihmë të përhershme. Hamza u bëri thirrje qytetarëve që ta mbështesin PDK-n duke thënë se vendi ka nevojë për stabilitet, zhvillim dhe rezultate konkrete. Ne do të krijojmë kushte dhe klimë përshtatshme për biznesin.
ne do të kryjmë reformen e pagesës të vëshës. Të shoh që ka edhe biznismen suksesshëm. Ju drejtohem biznismenve, ndërmarrësve, sepse pagesa të vëshës kufi është një borë ron për biznesin. Jam ngarkon likuiditetin, ja u rrit kostën e operimit. Ne do të stimulojmë me grante gjitha bizneset prodhuese dhe bizneset fillestare 30% të investimit. Ne do të lirojmë gjitha pagat deri në nivel prej 500 eurove për pagesës të tatimit, me qëllim që njerëz pagujnë më pak tatime dhe të kenë më shumë para në xhep. Mes tjerash në këtë tubim Hamza theksoi se PDK-ja synon ta rikthejë Kosovën në rrugën e zhvillimit ekonomik, partneritetit me aleatët dhe stabilitet institucional. Lidhja Demokratike e Kosovës e ka vazhduar fushatën zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit në një tubim në shtime, ku kryetari i partisë Lumir Abdixhiku prezantoi programin ekonomik dhe projektet infrastrukturore që sipas tij synojnë zhvillimin dhe sigurinë e qytetarëve. Do të nisim me xhepin e konsumatorëve, njerëzve tonë, familjeve tona, me përballimin e çmimeve të rritura e që rritën vazhdimisht. Lejoni që këto shtime të japë një zotim të qartë për heqjen fillimisht të TVSH-s në çdo produkt bazik në Republikën e Kosovës, në miell, qumësht, vezë, vaj, e sheqer, në mënyrë që çmimet e produkteve bazike të ulen për qytetarët tonë, sepse janë të larta, janë të shtrejta, shteti nuk mund të vëzhgojë teksa çmimet rriten secilën ditë. Do të veprojmë fillimisht. Lejoni poshtë të them që nga tash zëtohen para jush, para popullit, para Zotit, se për 4 vite tona nuk do të ketë rritje të çmimit të energjisë elektrike as edhe për një cent vetëm. Barçja listës së LDK-s Vjosa Osmani në fjalimin e saj theksoi se LDK-ja po vjen e bashkuar me një plan për dinitet, siguri dhe zhvillim. Ndodhemi përballë një momenti historik ku mund të rikthejmë shpresën të djemt e vajzat e këtij vendi që ata jetën të ndërtojnë këtu në abdheun e tyre, pranë familjeve të tyre, me dinjitet, me potencial e me mundësi. Pa fuqinë tuaj, pa votën dhe përkrahjen tuaj, nuk ka zhvillim të vërtet. Pa përfshirjen tuaj, kur nuk mund të ketë ndryshim pozitiv në vendin tonë. Ne nuk vim para jush me gjuhën e urrejtjes, por me ofertën për zhvillim dhe perspektivë. Në fokus të programit të LDK sipas drejtuesve të saj, mbetet mes tjerash edhe arsimi dhe mbështetja për familjet, ku premtua investime në qerdhe dhe mësim tërditor në çdo komunë të Kosovës. Lëvizja vetëvendosje hapi zyrtarisht fushatën për zgjedhjet e 7 qershorit në qytetin e Ferizajt. Në këtë qytet u premtuan nga 1 miliard euro në vit për ushtrinë, për investime kapitale e prodhimtarinë. Kryetari i vetëvendosis Albin Kurti kërkoi mbështetjen e qytetarëve për atë që ai e quajti transformimin më të madh ekonomik dhe energjetik të Kosovës. Investime të mëdha strategjike në Trepç, gazifikim të Qymyrit, 4 hekurulla të reja, 5 diga të reja, 20 stadiume që ndërtohen ose renovohen, pastaj 3 hotele të mëdha me pista të reja, skijimin Brezovis, Malit e Sharrit dhe qendra turistike Dugagjini në Rugov e në Bjeshtën Emuna, çdo vit së paku 1 miliard euro shpenzime kapitale, dhe në 4 vjeçarin e ardhshëm do t'i kemi 1 miliard euro për prodhimtarinë dhe 1 miliard euro për ushtrinë. Kurti në këtë qytet premtoi ndër të tjerash edhe vazhdimin e ndërtimit të spitalit në Ferizaj dhe Prizren. Tani do ta krijojmë skemën kombëtare për sigurimin e prodhimit bujqësor nga fatkeqësitë natyrore. Fermeri nuk do të pres me muaj të tërë për vlerësime dhe dëmshpërblime. Do t'i rrisim investimet në prodhim vendor bujqësor përmes mbështetjes direkte të fermave, të pemishteve, serrave dhe të blegtërisë. Asisoj ndihmojmë në uljen e kostos prodhimit, rritjen e rendimentit dhe forcimin e konkurrueshmërisë së produkteve bujqësore
brenda edhe jashtë vendit. Për të garantuar sigurinë e furnizimit me ujë, do të ndërtohen 5 rezervuar të ujit, liçene akumuluese. Nga projektet e nisura, do të kemi së paku 305 MW energji me erë, ndërkaq 250 MW me diell. Vetëvendosje para qytetarëve shpalosi programin i cili tha se synon zhvillim ekonomik, të ardhme evropiane, valutë digjitale, themelim të një kompanie ajrore me kapital publik, trafik urban e ndërurban me bilete integruar gjithandej Kosovës, rritje pagash, pak të 13 për sektorin privat, si dhe pak të 14 për sektorin publik. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës hapi zyrtarisht fushatën në Gjakov. Kandidati për kryeministër nga AAK-ja, Ardian Gjini, duke folur për programin e kësaj partie, tha se siguria, zhvillimi ekonomik dhe energjia janë jetike për të ardhmen e vendit. Siguria është jetike për me i rrit qato penzione për qa po flasim, e qato paga, e me i bo rrugët më të mira, e me i bo paqet më të mira, e spitalet e shkollat, pa siguri zbën. E dyta, energjia. Dëgjoni, nëse ka mëkat që është bo këti veni për njerëzve me ose pa vetdije, është ndalimi i projekteve energjetike. Duhet Kosova, duhet Gjakova, duhet me kuptu, më qunë kom, me thonë jo, nuk është patriotizëm, sot edhe sot me dalë dikush me thonë kapacitet energjetike në Kosovë, në të mira, jënë të këqia, nuk e dojnë ata, nuk e dojnë këta, na del ma shtrejt. Ish kreu i kësaj partije Ramush Haradinaj e vlerësoi Ardian Gjinin si një nga kandidatët më kompetent për postin e kryeministrit. Sipas tij, Gjini do ta përfaqësonte vendin me dinitet. Votojmë një ditet për energjitë prodhume në Kosovë, me smim tonin, që është 3 herë ma lirë. Shesim energjitë tonin, letë pasurohen ata që plejnë e shesin. Po letë pasurohen të jeshit energjinë tonë, e jo natë e që parën tonë të armis tonë me ble energjinë 2 herë, një herë nga subvencionimi nga buxheti ynë, e pastaj qytetari. Pse duhet me leju, shtë ju lutëm? Kuja kemi bërë që këte në Kosovë, me vazhdu me leju me në ndohja. AAK u bëri thirrje qytetarëve që ta votojnë programin e këtij subjekti në mënyrë që të mos shihen qytetarë të papunë. Në këtë tubim të hapjes së fushatës, AAK prezantoi 110 kandidatët për deputet në Kuvendin e Kosovës. Pavarësisht përparimeve në përfshirjen e grave në politik, përfaqësimi i tyre në strukturat vendimarrëse ende shpesh varet nga kuotat gjinore dhe mbetet sfidë përfaqësimi me merit. Në konferencën Gratë shqiptare në politik u theksua se gratë po dëshmojnë gjithnjë më shumë aftësi dhe rol të rëndësishëm në institucionet publike. Pavarësisht se për shumë vite, politika është konsideruar një fushë dominuar nga burrat, përfshirja e grave ka sfiduar paragjykimet, ndërkohë që ato i shohim edhe në pozita të rëndësishme në institucione shtetërore. Megjithë këtë, pavarësisht përparimit në nivelet më të larta, përfaqësimi grave në strukturat vendimarrëse shpesh varet nga kuotat gjinore, ndërkohë që edhe më tej kërkohet përfaqësimi mirëfillt me merit. Rrugtimi i grave në politik shoqërohet me sfida të ndryshme. Fillimisht grënë ka qenë vetëm dekor, apo kanë qenë aty vetëm emra për ta përmbush atë kushtin ligjor, për të për të certifikuar një listë dhe për të qenë pjesë e garës zgjedhore, ndërkaq tani është pak jo vetëm pak, po bukur shumë ka ndryshuar kjo çështje. Unë mendoj që vlerësohen shumë, sepse kur ka linçime publike që po dalin kundër grave, ajo tregon që gratë po i duken atyre njerëzve kandidatëve tjerë të rrezikshme, sepse janë të afta, janë të forta, prandaj gjithë kjo luftë me këto gjuhë seksiste, me këto linçime me vërtet është bërë tepër, mirë, po kjo tregon që kemi gratë forta, kemi gratë guximshme, edhe kjo është për më krenu me vërtet. Për rolin e gruas u diskutua në punimet e konferencës Gratë shqiptare në politik, ku nënvizua se sfida kryesore mbetet përfaqësimi i barabartë me merit dhe mbështetja institucionale përballë barrierave shoqërore. Ky është një kuvend ndërgjegjeje, një thirrje për bashkim, një kujtesë brezash, është një betim i eshtur se gruas shqiptare
nuk do të mbetet në hijet e historisë, por do të qëndrojë në qendër të saj dhe do jep kontributin e vet në zhvillimin e fateve të kombit. Konferenca mbi rolin e grave në politik të bojë përfaqësuese politike edhe nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Lugina, duke ndarë përvojat e tyre ndërkohë dhe sfidat me cilat përballen në vendet ku veprojnë. Ndrojmë tani temë, kanë filluar punimet për pastrimin e rrëshqitjeve të dheut në autostradën Ibrahim-Rugova në segmentin Suarek-Prizren. Sipas Ministrisë së Infrastrukturës dhe Transportit, projekti për sanimin e skarpateve është hartuar dhe kontrata është dhënë më 10 prill të vitit 2026, megjithatë realizimi është vonuar për shkak të ankesave që aktualisht po trajtohen nga organi shqyrtues i prokurimit. Bëhet e ditur se autostrada po pastrohet dhe po ndërhyet në zonat e prekura, ndërsa qytetarëve u është bërë thirrje për mirë kuptim për vonesat e shkaktuara. Speci i kuqi bluar me origjinë nga Kosova i markës Besiana ka rezultuar me prezencë të pesticidit karbofuran. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë njoftoi se përmes sistemit evropian të alarmimit shpejt dhe ushqimit për ushqim për kafsh është informuar për ndalimin e një ngarkese me specë të kuq të bluar me origjinë nga Kosova në kufirin me Finlandën. Sipas AUV-it, analizat laboratorike kanë konfirmuar praninë e pesticidit karbofuran mbi kufijtë e lejuar. Autoritetet kompetente kanë bërë të ditur se gjithë sasia e produktit është asgjësuar. Agjencia u ka bërë thirrje konsumatorëve që posedojnë produktin me dhënat e identifikuara në njoftim, ta kthejnë menjëherë në pikën e blerjes. Instituti Albanologjik i Prishtinës do t'i nënshtrohet restaurimit të plot dhe funksionalizimit hapësirave në kuadër të një memorandumi mes Ministrisë së Kulturës dhe asaj të Arsimit. Krahas renovimit mbetet me rëndësi ruajtja e identitetit arkitektonik dhe gjendjes origjinale të objektit. Memorandumi mes Ministrisë së Kulturës dhe asaj të Arsimit parasheh restaurimin e plotë të objektit, funksionalizimin e hapësirave dhe krijimin e një ekspozite të përhershme etnografike. U nënvizua se pjesë e projektit do të jetë edhe muzealizimi i zyrës së akademikut të ndjer Recep Qosja. Synimi ynë është i qartë, ta mbrojmë e ta restaurojmë me standardet më të mira dhe ta bëjmë sa më funksional si një institucion bashkohor për studiuesit, studentët dhe gjeneratat që vinë, me qenë se zhvillimi gjuhës shqipe i ka shumë borxh pikërisht Institutit Albanologjik të Prishtinës. Procesi i hartimit të projektit të zgjatë, besoj deri në fund të këtij viti do ta kemi projektin e finalizuar dhe në momentin që kemi projektin e finalizuar do ta kemi edhe vlerën e investimit, vlerë e cila do të përfshihet menjëherë në buxhetin e vitit të ardhshëm. Renovimet janë shumë të nevojshme, por edhe është me rëndësi që të ruhet identiteti i institutit edhe gjatë renovimit që të ruhet ajo gjendja fillestare kur është ndërtuar instituti. Krahas renovimit mbetet me rëndësi ruajtja e identitetit arkitektonik dhe gjendjes origjinale të objektit. Veprimtari i çështjes kombëtare Hafiz Gagica u përkujtua për kontributin e tij në organizimin e mërgatës shqiptare, afirmimin ndërkombëtar të Kosovës dhe angazhimin për liri e pavarësi. Përfaqësues shtetëror, bashkëpunëtor dhe familjar e vlerësuan atë si një nga figurat kyçe të rezistencës dhe shtetëndërtimit të Kosovës. Jemi dëbuar këtu në mes të Evropës. Organizimi i mërgatës, afirmimi ndërkombëtar i Kosovës dhe forcimi i lidhjeve kombëtare janë vetëm disa nga vlerat për të cilat do të kujtohet gjatë veprimtari i çështjes kombëtare shqiptare Hafiz Gagica. Në një mbledhje përkujtimore, përfaqësues të shtetit, bashkëpunëtor, miqe familjar, vlerësuan lart rolin e tij të jashtëzakonshëm të mërgata shqiptare, si dhe kontributin e tij në angazhimin kombëtar dhe në rrugtimin për liri e pavarësi. Roli i tij në bashkimin dhe mbajtjen aktive të mërgatës sonë, gjenerata shqiptare është të përndjekur nga regjimi serb, të cilët u kthyen në një brez të tërë qëndrese, ishte kyç në jetësimin e mbajtjen gjallë si dhe organizimin e forcimin e sistemit të Republikës së Kosovës
që ndodhej nën okupim gjatë viteve të 90-ta. Hafiz Gagica ishte një nga bashkëpunëtorët e afërt e të besuar të presidentit historik Ibrahim Rugova dhe me të drejtë cilësohet edhe si krahu i djathtë i tij. Personalitete si Hafiz Gagica janë të pandara nga lufta për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Qindra mijëra shqiptarë në Gjermani dhe në Kosovë janë dëshmitarë të kësaj. Ai pa asnjë dyshim është një nga shtyllat themelore të Republikës së Pavarur të Kosovës. Hafiz Gagica ka dhënë vetveten, familjen e ngushtë të vet në këtë emision. Ai ka shërbyer deri në çastet e fundit me paraqitjet e tija publike çështjes Kosovës. Veprimtari i çështjes kombëtare Hafiz Gagica, përveç se udhëheqës kryesor i mërgatës shqiptare në Gjermani, u vlerësua si një figurë kyçe e rezistencës dhe shtetëndërtimit të Kosovës. Të zgjedhjes së çështjes së Kosovës pa dhunë dhe me mjete demokratike. Flasim tani për sport. Finalja e madhe e Ligës së Kampionëve midis Paris Saint-Germain dhe Arsenal do të luhet nesër në Budapest në orën 18 dhe do të transmetohet ekskluzivisht në televizionin e Kosovës. Kjo super përballje sjell për herë të parë në 6 vitet e fundit dy skuadra që janë shpallur njëkohësisht kampione në ligat e tyre përkatëse gjatë këtij sezoni. Njëkohësisht është finalja e parë franko-angleze në histori. Për detaje tjera do të lidhem tani me kolegun Arben Berisha, që do të jetë komentatori i ndeshjes. Beni, mirëmbrëma, të përshëndes, cilat janë pritjet për këtë ndeshje? Si është atmosfera në kryeqytetin hungarez? Mirëmbrëma, Alketa, sigurisht pritjet për finalen e Ligës së Kampionëve gjithnjë janë të mëdha për një spektakël të vërtet të futbollit që praktikisht e rrumbullakson një sezon të tërë, por kur në pyetje janë dy finalistë që sapo janë shpallur, siç e thaja edhe ti, në ligat e tyre respektive kampion nacional, që praktikisht i bën këto skuadra më të mirët jo vetëm në vendet e tyre, por edhe ndër më të mirët në kontinentin evropian. Atëherë përballja në finalet e Ligës së Kampionëve është plotësisht e merituar e Paris Saint-Germainit dhe e Arsenalit, prandaj edhe pritet janë të mëdha nga tavorët e dy ekipeve, derisa Paris Saint-Germain kërkon titullin e dytë dhe të dytin rresht të Ligës së Kampionëve. Arsenali në anën tjetër që fitoi titullin nacional pas plot 22 vjetësh kërkon titullin e parë evropian për shkak se i kanë munguar trofeet në garat evropiane. Dy skuadra, siç e thatë, një përballje franko-angleze, por me trajner spanjoll që të dyja, me trajner që kanë pasur një të kaluar të përbashkët edhe në kampionatin spanjoll, por që tani kanë një respekt maksimal për njëri tjetrin dhe natyrisht secili dëshiron që skuadra tyre të jetë në kulmin e futbollit evropian, me triumfin e nesër këtu në Pushkash Arena të Budapestit, një finale që, siç e thatë dhe ju, Alketa, transmetohet ekskluzivisht në televizionin publik të Kosovës dhe ndeshja, për t'ja rikujtuar edhe një herë shikuesit, luhet në orën 18 edhe për ta ndihmuar gjithatë publik aq të madh që do të jetë i pranishëm këtu, jo vetëm brenda stadiumit Pushkash Arena, por edhe në sheshe të ndryshme të Budapestit, duke ndjekur së bashku në mënyrë publike transmetimin televiziv që të dalin më me lehtësi pas përfundimit të ndeshjes, e cila praktikisht është e pamundur që të parashikohet nëse do të mbyllet brenda 90-120 minutave apo edhe pas ekzekutimit të penalltimit. Gjë është e sigurt që pritet të shohim një spektakël të vërtet të futbollit, një duel shumë të fortë, ndoshta jo siç ishte fitore e lehtë e sezonit të kaluar e Paris Saint-Germain ndaj Interit 5-0, që praktikisht vetëm finale nuk ishte sot ose praktikisht nesër kur do të luhet finale, do të jetë tepër ngushtë, prandaj edhe është vështirë e parashikueshme se kujt mund t'i takojë dhe do të takojë titulli kampionit të Evropës. Beni, të falenderoj për këtë paraqitje.